Atëherë, për momentin gjejmë dhe në pikën grumbulluese të qumshit, kur realisht kemi përpara vetit 2 laktofriz. Fermerin fjalë i ka një laktofriz për fundin e vet të kazhë dhe laktofrizi tjetër është pikë grumbulluese ku fermer të tjerë do të thonë bëjnë për grumbullimin e. Qumshit siç shihet e kushtet janë ideale, janë shumë përshtatshme. Funksionon sistemi klimatizimit, sistemi i aerosjes, sistemi pastrimit, vazhdimisht ka, domethënë, higjiena është në kushte masa të përshtatshme. Çfarë themi këtu është edhe pika të hapësira ku bëhet pranimi i mostrave të qumshit, bëhet marrja e mostrave, bëhet normalisht kontrollimi i cilësisë së qumshit. Fillimisht, domethënë, bëhet pranimi i qumshit, bëhet përmes ekomilkut, bëhet përcaktimi i parametrave të masat e nevojshme cilët duhet i plotësojnë kërkesat për me grumbullu në pikën grumbulluese. Pjesa tjetër është po tash kemi me demonstru si është bëhet ai pjesë. Pjesa e gjithë firma ku ke kultivimi ka në ambiente të lidhura, atë më thonë është për fat mirë është instaluar sistemi i mbyllur i mieljes, ku mundësia për me fitu qumsht të pastër është shumë e madhe në krahasim me mielin me mënyrë manuale, dhe më thonë me makina. Dhe më thonë parametrat janë shumë normal, pastërtia shumë nivel. Dhe më thonë gjithçka është në kota të arsyeshmërisë, prandaj edhe ky fermer në fjalë gjithmonë qumshti i tij është në klasën më të mirë të botës, me ngarkesë më të ulët mikrobike, çka e stimulon edhe fermerin para se vazhdimisht gëzon një benefit në aspektin financiar, para se i merr një shumë modeste të mjeteve që në nivel të për fetën e litër, më thonë është një përkraje financiare edhe për vetë fermerin, edhe kjo është një tregues, është një shembull shumë i mirë. Atëherë, në vazhdim, fermeri në demonstrative e merr na tregon se bëhet pranim dorëzimi i sasisë së qumshit, si thash më parë, domethënë për më pranu qumshtin nga fermerët në pikën grumbulluese, secili fermer kur grumbullon qumshtin në këtë pikë grumbulluese, bën marrjen e mostrave të qumshit dhe bën analizimin e tyre. Dhe çdo mostrë e cila është në konform konditave të arsyeshmërisë pranohet. Por ndryshe çdo qumsht i cili nuk i plotson kërkesat nuk refuzohet dhe nuk pranohet. Dhe kjo në farë forme kontribuon mjaft mirë tek nënvetësimin e fermerëve, por arsye se ata i stimulon dhe detyron që të fitojnë të punojnë që vazhdimisht të mbajnë higjienën në nivel edhe të fitojnë qumsht sa më së pastër në aspektin mikrobiologjik. Kjo funksionon edhe bën analizën e qumshtit. Në një sëmërë. Merët mostra e bën analizat dhe e shikojna yndyrën edhe për ujë, apo ujë, edhe këtë mostra e morëm e lëna frigorifer dhe e shikojmë për antibiotik. Në qoftë se fermeri vjen çon me antibiotik, automatikisht refuzojnë ata qëmt edhe e kemi çdo ditë obligim me këshirë për antibiotik qumshtin, para se marrë qumshtori. Për shkak që mos me prish edhe qumshtin tjetër të sistemës të qumshtorit që vjen. Kështu që nëse det analize e antibiotikut në rregull, atëherë qumshtoria vjen edhe e pranon qumshtin e merr edhe jemi të tjerë.